Një ekspozitë e veçantë u çel në Galerinë e Arteve Pamore Nicolet Vasia në Durrës. Fotografi italian Massimo Sareta sjell 84 fotografi nga Azia që pasqyrojnë shpirtin dhe kulturën e popujve të këtij kontinenti. Autori shprehet se ky projekt i nisur 25 vite më parë dhe i prezantuar në shumë vende, gjen sot ndalesën e radhës në Durrës, duke vlerësuar veçanërisht Shqipërinë. Durrësi është si një portë hyrëse, një portë komerciale, porta drejt lindjes për shumë vitesh. Mu dha mundësia të shfaqem në këtë qytet që është i mrekullueshëm. Nuk e njihja më përpara Shqipërinë, njoha një vend të mrekullueshëm dhe njerëz fantastik, ndaj jam i lumtur që gjendem këtu për të prezantuar këtë projekt. Uroj që të vlerësohet ashtu siç është vlerësuar në të gjitha vendet që është realizuar. Kjo është ekspozita e parë që prezantohet në Durrës për këtë vit, thot kuratori Olcen Gripshi, dhe që ka si autor një emër të njohur në arenën ndërkombëtare. Sjell një botë të largët si kundërshtë Azia, të përzierë midis disa vendeve të larta dhe kulturave të ndryshme mes tyre, nga Japonia, nga Kina, Laos, Kambodja, Tajlanda. Ekspozita e konceptuar si një udhëtim vizual mes kulturave, ngjyrave dhe historive njerëzore të Azisë që prek ndjesitë dhe zgjon reflektim, gjall interes te vizitorët që në çastet e para të hapjes. Ekspozita Images from Asia do të jetë e hapur për publikun deri më 26 shkurt.